Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi dhe ju shikues të nderuar nga unë Dorun Tina. Pas shumë kërkesave të shumta, cilat I kena marrë paresh, sot ndodhemi në fshatin Samadroq, komuna e Suarikës. Nga disa informacione të cilat I ka marrë krejt mbas lufte, unë miku ja kalon emrin Samadreq, por që banorët më thanë me I thonë Samadroq, komuna e Suarikës. Jëm krejt në fillim të fshatit, po shihet një fshat I ndërtuar, një fshat I bukur, po shoh njerëz gjatë gjithë kohës, po duket që janë punëtor, ja e kemi edhe të pranishëm, është ushit perime. Përshëndetje! A jeni lodh? Jo, faleminderit. Derisa ta përfundon këtë shitje, edhe po besoj ko me gjetë një kohë të shkurt me na dhënë një informacion sa I përket fshatit. Fshati, veç me I thon fshat, se po duket a mi syzat ondi. Edhe thash, me siguri nuk ka me pas. Ja, isheni miqtë e mi, sa të respektum janë, thash, më duket që s'ka diell dhe merre janë diçto syza, po ja, së munden pa syza. Çka isha duke thonë, gjënami I thonë fshat, po duket shumë I ndërtuar, si me kon ashtu qytez, lëvizje ka gjatë gjithë kohës, unë po shpresoj që ko me marrë shumë informacione dhe ko me pas intervista me përmbush emisionin edhe me dal fshati sa më bukur. Po më duket e kryti shitjen, a? Po e presëm edhe për pak qaste, atë I blem edhe na 1 kilogram speca. Përshëndetje I nderuar, me rri specat se I harrove specat. Ka mirë ati la specat e... Si e, Dorun Tina? Sa iti? Vjen mirë. I nderuar, Urnoni? kemi dalë sot në fshatin e juve. Unë ju gjeta në orë të punës. Po. Po shes në perime. Veç speca, a? Veç speca për momentin. Del çdo ditë këtu, vetëm këtë fshat apo I edhe kështu në Ja. Vetëm këtu? Vetëm qëtu. Çfarë pune po bëhet? Mirë, puna bëhet, mirë. Apo ka të interesun? Po, ka të interesun, po fshati është bukur I madh. Sa di unë 1007 shtëpi që u bë regjistrimi, Po. ama ka jashtë shumë. E ka lënë vendin do thotë Po, shumë. shumë. Cila ka qenë arsyeja për shkak se Arsyeja fshati po për duket shkak- shumë I mirë? Për shkaqe ekonomike, për qytetan jo. Sigurin s'ka këtu, ma fort që ajoja edhe. Se tash po bëhet punë edhe këtu, ama sigurim s'ka kur farë sigurimi s'ki. Po për juve banorë cilët jeni aktualisht të jetu, çfarë jetese po bëhet, me çka mirëni, çka punoni? Me vneshte, na disa kemi, ka pak, sa për vete dhe shapo të projnë pishesmi, qështu. Si grune ka pak, kallamoq pak. Apo punon toka, do më thonë këtë fshat? Toka është të punu. Po shumë pak ka të pa punua, janë të punua. Toka në mon nuk ka levërdi hiq, po pe punoj. Nuk ka lavërdi. Valla jo. Se nuk ka lavërdi? Pa 17 cent kila grunit. Vejti sa u bo një thes, veshtaq, sa u bo para, nafta shtrajt, gjdo send shtrajt, vetëm. Çmimet hava? Çmimet hava, mo për bushë jo. Për bushë në zarra. Interesant është kjo pjesa sa keni mbet ju banor këtë, si keni raportet edhe a njihni me të gjitha një njefes apo si? Ja, ka shumë fise, po nuk ka nga të rejsa, nuk ka gjamoti, nuk ka fshat gjegadur që më roka në sen, jo, më shkurt mirë, rinia mirë qojnë, po plesht, po, nuk ka gjatë keqe. Unë e pash edhe rini. Ka shumë fise, po fisi maj ma është gosh, mërin, krasniq, bugar, ka disa fisa ma shumë gosh ka.
diçka që i mungon fshatit? Jem të e pa xhamin, shkollën e keni? Jo, shkollën e kemi poshtë, po është janë të marru e reja dhe salla sport është të marru nështë atje. E pse kështu është bë kjo ndarje dhe pse është të ndërtu objekt i ri? Po atje pak ma... Afër ndoshta? Jo, ma larg fshatit o, këtë në skajt, ma të këtë në skajt është, ama aty ngush s'ka ku më rritë aty. Sallën më si kanë qua, aty jabullon të është që tu përpjet me shku, ose edhe në rrugë, ka shumë rrugë për me shku. E pasi do të thotë edhe qendrën e mjekësisë familjare. Po, kemi trejen atje, kjo kone vjetra, e kanë nënë që ashtu bosh, që tash e kanë marrë një zyrë ato të katastës, që kanë marrë, Bashkia Evropiane i ka marrë 4 fshatra në komune, për mi bo tokat mi përkthyje, se janë kanë met katastrofë, kanë dek baba, babgjysha për shembull, nuk toka ka met për mi ato, tash me 2 dëshmitar, pa pagesë po të me kryje me shkurt. Ndrum, unë s'po ju marr kohë ma shumë e që edhe koha shumë nxehtë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi edhe ju. Faleminderit shumë. Iku. I lujtën pak, a? Faleminderit, mirë pafshim. Me të shtemi e vazhdojmë pjesën, merre ondi qëto si za? E vazhdojmë pjesën drejt fshatit, ja pra e sheni është edhe xhamia krejt në fillim të fshatit, kjo ka qenë dikur qendër e mjekësisë familjare, por që tani është shëndru në zyre, e pas kanë edhe berberin. Apo mi prej pak çdo flok? Cili po mi preni? Vete berberin apo mi preni çdo flok? Se mu kam bo domitilja. Përshëndetje. Si je? A je mirë? Jo, veç po du me të përshëndet. Veç po du me të përshëndet edhe me të pytë si je. Faleminderit shumë. Zotit rujt. Inshallah Zoti është shpërblet. Amin, inshallah krejtve. Faleminderit shumë. Pra miqtë e mi fshati Samadrejgj, ka qenë Samadrojgj. Thëmë drejtën edhe në mesazhet cilat mi kanë shkru publiku për me orën këtë fshat, çdo herë më kanë shkru Samadrojgj. Mos harrojmë që e pas kanë marketin, e pas kanë edhe pompen, po mduket kjo nuk është në funksion, për shkak se i pas ka ra dhe reklama, e pas kanë mbyll krejt. Si do qoftë, e rëndësishme që në këtë fshat ka lëvizje gjatë gjithë kohës, është një fshat interesant, e thash krejt në fillim, duket si me qenë qytez, duket si me qenë qytez këtë diçka pas ka me punime, rënime, një shtëpi, në rregull, nuk e di pse qysh tek. Çka është kjo? Të lexoj? Qes. Po, ordinancë që nga kjo, ordinancë. Orari punës 10 deri 20. Samadrejgja, një fshat shumë i madh, nga informacionet cilat i mora, dikon ofër 1070 shtëpi, 100 kështu, më thanë që janë, por çka e kanë lënë fshatin shumë. Kështu më thanë, ka 2 banur, e ndëgjut edhe ma herët intervistusin, por edhe me një banur kom bisedu kështu privatësisht, pra pak a mirës më tregoj që fshati është shumë i lonëm, e mos harrojmë se ky fshat është fshati më i madh në komunën e Soharekës. Po shihet veç po më shkelni amën. Amën, a keni zot, jo po më shkelni. Tani mos pjau bë qefin shumë kujna. Ondi mos të qesh. Shtëpit e bukura, jëm të e pa dhe shkollën e ka fshati, veçori e këtij fshati se tash të po ndërtohet një objekt tjetër i ri, ndoshta këtu mësojnë shumë edhe nuk po i nxan, mo sa që kanë fillu me një objekt i ri, më pëlqen, e kam cek në disa emisione radhazi, më pëlqen kur është shkolla, normalisht e dim se pa shkollë, unë të pakten personalisht pa shkollë, ka dhe prej atine që edhe pa shkollë ka nece, mirë po hudrat nërkry gjithmonë kanë thonë ma sigurt. Jam të e pa dhe shenin e komunikacionit kujdes shkolla
Kujdes ondi, se po e shkel në ikon. Market Driloni, marketi i dytë, fshati shumë i madh. Normalisht që janë dy markete, po besoj që... A do një mësafir? Shënë sa njerëz mikpritësa. Valloj nxet. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje ndërm, si jeni? Mirë, përndet. Çfarë jetese po bëhet në këtë fshatin e ju? Po mirë, po kemi me të pak. Pse keni me të pak? Pse keni lënë ndër këtë fshatin më re? Kemi lënë bes kanik, s'po ka perspektivë shumë. Fshati më i madh në komunën e Suharekës edhe me lënë bosh. Po kemi lënë. Unë se kum lënë vërtet, unë e kum pas djen në mërgjim, që në 6 muaj kum kthye këtë pi Gjermanisë. I ke kthy? Po i kum kthye. Sa mirë që të kanë dëgju. Kam dëgjuar. E ke patë arsyeshme me I kthy? Po i kum kthye se me atje nuk mund të as me mbijetuar për veti. Edhe kemi hapur një ndërmarrje të vogël. Unë deri me ndërtim. Sa mirë. Po banorët kështu në përgjithësi me çfarë punë mirën këtu? Tuan vjen në rrushit. Vjen në rrushit. Vjen në rrushit tuan. S'ka marrën kot rrushit. Po, do të marrim shtator. Po, s'ka qelluar. Tuan vjen në rrushit. Mërgjimtarët, o shko, thash të shkoj t'ja u boj qefin, kanë qef me po fshatin, ku jenë rrite, ka kanë lujte. Fshati është i madh, ka 1.200 shtëpi. Po kemi me nakisa, po kemi me ujna, me ujtë pijës, me gjana kemi mungesa, po ka të dalet do të rregullohen, besojmë që rregullohen. Po para se me dalë të kjo pjesa e mungesës, se çka I mungon fshatit, po du mu dalë të pjesa e shtëpive, mu më thanë se janë dikun për afërsisht 1100 shtëpi, 70-100. Përfërsisht po, 1200 shtëpi janë. Ka shtëpi që s'ka mërgjimtar. Problem. Shtëpia juve. Ja, është pa mërgjimtar se unë I kam kthyer pi Gjermanisë, djem ti kam kthyer pi Gjermanisë, a vetë kam qenë në Gjermani, edhe jemi kthyer komplet familja. Që sa jeni kthy? Që 7 muaj. Që 7 muaj. Që 7 muaj me këtë familja, kemi qenë me fëmijë me këtë kemi qenë, jemi do të me nuse me nonën të 2 vjeçare kom pas në Gjermani edhe ato këtë kemi ardhur poshtë. Sa ke jetuar jashtë vendit? Po shumë kohë kemi jetuar jashtë. Shumë kohë. Shumë vite. Edhe tash ç'ish po duket? A duket si me fillon një jetë e re këtë? Një jetë e re këtë. Këtë jetë e re, sikur për fillimit. Si në ndër. Po si në ndër. Si në ndër. Që preten banorët. A kishin ndryshuar shoqëria? Po kanë filluar me manik hapin tem edhe disa tjerë. Po kanë filluar, veç kanë filluar edhe disa tjerë me njek hapin tem, më kthy për Gjermanisë. Kem 2-3 persona kam këtë muaj që kthyer. A mendon që e ke marrë vendimin e gabuar? Po, unë besoj që vendimin më të mirë në jetë tani e kam marrë. Mu po më pëlqen, po veç pyetjen po ta parashtroj kështu. Unë vendimin që kam marrë në jetë teme, kam 47 vjet, e kam marrë tashi, që më kthy për Gjermanisë, me fëmijë. Edhe po më pëlqen se tash tamam pak a shumë e ke bë bazën. Edhe tash jeton, po nën ka pak çfarë. Do të ndeshmoj nivel tash, jam aq I kënaqur se tash s'mundesh me marrë me mend. Kur erdhe dhe u ktheve përfundimisht, çka vreti diçka më ndryshe? Se kur je rrit. Çdo gjë ndryshe, po shpejt po adaptohet njëri këtu ne. Si në ushqim, si çdo sen, po më mirë, më nivel. Më dhimbën ato vite djem që kam pas atje ne. Sikur të kishe kthy kohën, a kishe dalë një? Kur njet. Nuk as vizitë nuk kam shkuar më. As vizitë për mua le të ndërpren Schengen, atë Schengenin me njëri. Se nuk shkoj. Shkoj nuk më duhet mua. Më duhet Shqipëri me shkuar në Maqedoni. Turqia nuk më vjen mua me shkuar me këshill shkon Gjermani. Atë s'kish jetë. Këtu ne kemi rrethin ton, po punohet, jem shumë shqyrë Zotit, on të shkoj çdo sa nivel. Tash po kthehemi tek pjesa se çka I mungon fshatit e ceke më herët, diçka u sjell se kanalizimi. Jo, kanalizimi kemi po ujin, kemi problem pak me ujin e pijës kemi mungesë. Do ndriçime do gjana, po besoj që ato shpejt kryetari kam në rregulluar. Kemi një kryetar të mrekullueshëm, besoj që kam në rregulluar shpejt. Padyshim e meriton edhe fshati Samadrigj, a mi tha Samadrigj, Samadrigj mirë. Samadrigj, me trejen Samadrigj po. Thanë që unë miku as diçka. Po ka ndryshuar do gjana, po tash me trejen Samadrigj. Samadrigj është.
Unë po ju përshëndes, nuk po ju marko më shumë, ishte shumë kënaqësi, Faleminderit për juve. na përquen një katove. Po, s'mori diçka me pija pas. Faleminderit. Merre pini diçka. Po, merre pini diçka. Po i, apo e të mundi, Merre pini diçka. Uli pini diçka, uli. a dhe më fresku. Elvis. Elvis, tira babi çat kamera. Të nxehtit nuk po do mu hik. E kot, veç me dalë në 12 natës, atëherë krejter. Çka ashtu që po mbjen sy, njerëzit janë shumë të respektuar gjatë gjithë kohës na përshëndetin. Në secilin thuja se që u takova gjithë e përcjellën emisionin, edhe normalisht që na u bëhet shefi. Edhe normalisht t'jep ashtu vullnet edhe ma shumë me punu edhe një shtytje është. Ne po vazhdojmë edhe për pak qaste këtu në fshatin Sama Dregj. Mos harroj me cek, më ka shkru një mërgjimtar. Djem ka shkru me vizitu fshatin Sama Dregj dhe ja realizova dëshiren, emri nuk po e ceku. Është një fshat i bukur me qtemi, ondi pak të poshtë e ki, po s'ka probleme që kujdes se ka lëvizje gjatë gjithë kohës, jem të i pa 2 pula. Në këtë fshat, si që ndëgjut intervistat, punohet toka edhe për kundër faktit se në disa fshatrat e tjera jo edhe aqaq, por jo të gjitha fshatrat e kanë lënë bas këtë punën e tokave. Çka të them tjetër për fshatin? Ne po shpresoj me gjetë edhe ndonjë banor me na tregu më shumë për fshatin, ndonjë veçori, çka e veçon fiks përveç se është ndër fshatrat më i madh në komunën e Soarekës, diçka tjetër që e kish veçu këtë fshat, kisha pas shumë dëshirë me ndëgju për vete, por edhe për juve publik. Kjo pjesa po m'pëlqen mas shumë ti që mundesh me dalë, me ecë, me shetit në kohën kur flladitet, kur vjen ajo freskia e mbrëmjes. Po shpresoj që po ndëgjohen, po fol, po shpresoj që po me gjetë në ikon edhe me na tregu edhe diçka sa i përket fshatit. Landi Iri Petrol, Landi Sama Dregj. E pas kanë pra pompen, ondi, apo mbushësh pak me derivate, se qëta që ke lëshukove të fundit krejt. Përshëndetje! Ko kanë të e boni nejtë, mirë. Mirë si ju gjem, a ju pengoj me arnë për pak? Faleminderit shumë njerëz të respektumishit. Si jeni, mirë si ju gjem. Dorontina, si jeni? Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë po kaloni? Shati shumë i bukur. Fshati Sama Dregj i bukur. Po, përveç fshatit, e rëndësishme është njerëzit, banorët që jetojnë këtë. Ishit shumë ikprica edhe njerëz të respektuar. Kjo një. Ne jemi për emisionit Katuni jem. Jem, po. Që i vizitojmë krejt. Hajt me cilin po flas? Ja, s'ka lidhje se këtu, nëse jeni banor, krejt dini me më tregu. Nuk na do të shumë shkolla. Qa keni me na tregu për fshatin Sama Dregj? Sama Dregj, në fakt. Fshati Sama Dregj është një fshat bukur i vjetër, mjaft i vjetër, edhe i ka rreth 5-6 banor, 1000 familje, rreth 1000 familje. Është fshat që ma tepër o marrë me bujqësi, me vneshtari. A vazhdojnë ende me bo këtë pjesë punës a ju? Me bujqësi po, vneshtari ma pak, vneshtari tash kanë fillu me gurbetçar, ka shumë gurbetçar që kanë shkuar në gurbet. Po, e pse është leon kjo punë e vreshtarisë tash? Vneshtari, s'ka, po vneshtari
Kështu i Leverdin nuk ka në asishtë, po duhet shumë me punu, trit ju kanë shku për jashta, po duhet edhe i kanë zerë neshtat, i kanë zerë. Diçka po më pëlqen mu se është, do shta jeni grupi i dytë ose i tretë që ju shok kështë të bashkum, të pi kafe, të bo muhabet. Jeni kështë banor të krejt të bashku me zveti? Po, banor të po, kur farë problemi, s'kemi banor të rrim. Po, për shembull, kështë nëse doni ndonjëherë me marrë në i vendim, sa i përket fshatit, ose a ndodhë që bashkoni çdo herë kështë? Po, bashkohemi çdo herë, për vendime. Kemi kryesinë e fshatit, kryetari i fshatit, kryesia krejt e kemi. Po, i kemi institucional. Sa po i merr parasysh kryesia e fshatit ankesat, s'po them, por ndonjë propozim për jonës juve? Po, në përgjithësi, nështë jo që krejtësisht, po pjesën më të madhe të kërkesave mi marrën. Pjesërisht, i marrën parasysh. Shumë mirë. A mundesh me na tregu dallimin mes fshatit, se si ka qenë dikur dhe se si është sot? Ka ndryshime mjaft mëdha, tash rrugët janë ndërtuar mirë, ka ndërtesa të mira, shtëpi më të mira, banimit mas luftës, edhe ka qenë ka përparuar si fshat, ka përparime mjaft të mira. Ka mjaft. Ashtë kjo dhe pak falë mërgjimtarve në qëfëse ata nuk ishin... Ma shumë mërgjimtarve është, ma shumë mërgjimtarve. Nëse ata nuk ishin emigru, ndoshta nuk ishin kështë fshati i bukur si që është. Se nuk ishin konë ndoshta mundësi të krejt me bo ndërtime. Ata po investojnë, edhe pse kanë emigru, po investojnë në vendlindje. Në vendlindjen përgjithësi po investojnë. Për shembull, çka ka investu Mërgata? Ata investojnë edhe në përdo, e bojnë do ndërtesa kështu, ane, po edhe investojnë shtëpit veta, ndërtojnë, investojnë edhe për fshatin investojnë. Rregullojnë për shembull rregullimi i varrezave, rregullimi shumë sene rregullojnë. Që me rodh, krejt me rodh. Krejt me rodh që ta është me alfabeti kum hinë. Tasha, A ka diçka që i mungon fshatit? një për një ju. Përgjësi janë shumë mirë. Shumë mirë. Tash po më duket ju e keni... Po, kanë ma nëjsh po këta shmo. Këta që janë gëbet, kanë përdu shumë, edhe kanë investu shumë këtu. Kanë është vjetë mira, ta të po këna ka nikë po. Sa po ju mungon rinia, Mërgata në përgjithësi? Rinia po në mungon shumë. Kemi met, na do plesh kemi met. Ka pak të i ka vëq, gati Cili është ma i vjetri këtu? Une, Sa i ke bon? 79. Pas ke dhe shumë. Ti afru nga pak. Këto pensionet e Zvicrës janë koqat mira. Po. Une, në konë Gërbëgjia dhe unë në Zvicrë ati, po që nja 3 vjetë e kam lanë në Zvicrë, kam marrë këtu, tash po jetoj këtu. As po shkon heqas për vizit më në Zvicra? Tash mu me shku si turist tu. A je kon a heqmë? 43 vjetë. Jo, e kam fjallin basi që je këthy. A ke qenë më për vizit a heq? Po, im pa. A të mungon na i pjesa diçka e Zvicrës? Jo, vesh, pak më gosh që e kam lanë do shoshni atje, di ka ne më madhe me shku mi pa ata, se jo, për ndrysh. Cilën e kish është një matë mirë, këtu atje? Jo këtu. Jo, atje. Me që atje ndoshta, a i ke pas shqiptar? Ta jemi një gjak jemi. Një gjak jeni, po. Jemi edhe veni jo të ndrysh. Veni jo të maj dashën se veni jo s'ka ka ku hun. Ku shkosh maj dashën se Kosova s'ka ka ku më bot. Te kishe këthy kohen, a kishe vepru njëjt, a ishe shku në Zvicër? Ja. Se jo tash pensionin këtu e ki? Po jo, po. Më thonë unë, tash e më shku tash në Zvicër të kra më shku. Je tash jo, po nëse kishe këthy kohen, ishe i ri kër i kohen. A, ku e më koni i rime, pas E konë. kishe mor vendimin e njëjt, a i kero pishmën, që e ke Jo. kalu 43 vjet atje. Atire u konë pak ma nësh, u konë djetë pa tjetë më shku, di se u konë, ti e re, e di, nuk e di shport, po i konë, E ke këthy djallin? po, në ma është fi, Ja ke bën. edhe ka orë të shpia, thonë s'ki më shku më. Shumë, po dhe edhe... Unë vetë nga vetë, edhe s'kom pas qefa djallin me që, që i kom thonë më shko, pa e pa qenë më shku me kërku, a dish me pravu. Po, me po. Ka shku e ka pravu, i ka bo 8 vjetë edhe u këthy shfi, tash u përnë këtu të shpi.
Unë po ju falenderoj për zemërsisht, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për ju shumë. Po kalojmë edhe në bonkën e dytë. Me radhjem të i pyet, shtë ju e kalot provimin. Faleminderit. Si jeni? Përshëndetje, Dorontina. Mirë si ju gjejmë. Po tash ti po du me ditar prej emrit fundit me inë. I nderuam si jeni? Mirë, familjet. Familjen? Kalojmë. Qysh po kalonin këtë fshatin Samadrigj? Samadrigja është shumë mirë. Ka qenë mirë edhe është edhe ma mirë. Çka është edhe ma mirë? Që ta tregoj drejtën përpara luftës kemi qenë me bujqësi. Tash jemi me mërgjimtar. Është dallimi. Thanë që pjesa më e madhe në këtë fshat e kanë lënë vendin. Është mëse e vërtet dikun që shflitet me orë të rrymës janë mbi 1000 shtëpi. 400 shtëpi janë mbylluna. Mbylluna krejtësisht. Mbylluna, absolutisht. Pi aty në 400 shtëpive janë 30 shtëpi që i kanë disa pleq mbi moshën 80 vjeçare. Kështu që i kanë lënë babën, nonën, i kanë mbi moshën 80 vjeçare. E kjo është për fat keq. Unë pin di disa gjana pi naltit, pi qeverisë, që jo. Mërgjë, bashkë sot, konkretisht kërkoj falje, e për cëllë edhe vajzën edhe shoqja shkoj në vizit në Gjermani. Ani rruga mbar. Fandetish, po kjo nuk është, që më thonë gjesti mirë, nuk është në rregull. Se po ikin, tash, fani, a e sot shkon në vizit, mas 1 vjetë, 2 vjetë shkon krejt. Ose i pëlqen ndoshta. E kemi mësusin, që është tu afër, e patët bisedën. Ky e di kur fshati Samadrigji ka pas 870 nxënës. Sot i ka 250 nxënës. Kush e boni ato? Kjo ka ndodhur këtë mas luftës, nuk ka ndodhur para luftës. Ju e thatë se kur po shkojnë për vizitë, po e shohin vendin edhe po ju pëlqen, edhe po mbesin tani po shkojnë herën tjetër. Tamam kështë për E një po me. një zgjidhje. Po, edhe ju thatë që gruaja se do shnis për vizitë. Mos po të metë edhe gruaja atje. Po me siguri edhe jetë. Pas ka hi tuta për grut vetë. Jo, unë e kom tutën që bon vaki merr edhe mua tani. E lon këtë shoqni këtu. Ja s'bën me lo shoqnin. Qysh? E për shembull se po afrona shkaku i zërit, se disa e merr mikrofonin. Nëse gruaja për një me kishton valla atje po boj ki jeta e mirë, po vendosëm, po e lojmë fshatin. Qa kështë vepru? Po tash, unë gruën e kom, po se kom gruën e afer, me kon me e tu, më falj. Për kafe. A di qka thuj, të ko shku të vojza? Jo, ka shku të baba, të vllaznia. A, po. Thuj ju aty në, që shëthojnë meqve, po. Po. Thuj ju mos t'i bojnë shumë muhabet, mos e presin shumë mirë, se tani e Ma për ata, sholla si bojnë sa e zjenë hiq, bon aki, po. Për që si po flasë seriozisht, nuk është situatë e mirë. Më falni, e keni boj incizimin e fshatit. Po, amon fshat lëvizje kishte shumë. Lëvizje ka, po ka të janë qorra sa kota. Pensionista, që, më falj. Rodi, nore, kune bëllë shorë, Rodi. Ti, që me 2 par syza, a so është qorë? Edhe një moj krejt kuën syza Ma, për që. Ata qorët i mojnë syzat, unë s'kom syza. Rodi, sa ki teshta Të e ndjellit. Të e Që? syza djellit. Dhe shyni, Më falj. Ose një marakli syzave po misin krejt. Drejtë sa në. Vej pa, a imi 5, kjo 3 pensionista. Sa mirë. I bëhë për shtetë. I gëzov pronori i ri. E kështu që më të vërtet është, kërkoj falje, është me katë. Po, por jo vetëm këtë fshat emigrimi, pjesa dërmuese e hasëm thuje se nëse cilin fshat. Është e vërtet, në përgjithësi po flasim në nivel të Kosovës, nuk po flasim si fshat, se si kush i ka të metat e veta, hallin e vet, po na si fshat, me të vërtet po ndukojnë disa sene që për të keq, jo për të mirë. E qka mendon
Cila i shkon arsyeja që i kish kthy mërgjimtarët? Po, mërgjimtarët i kish kthyje në anë parë sigurimi shëndetësor, me pas një vendim klasa punëtore, se këta veç pasi klasa punëtore, më falë, edhe në Gjermani është privat, edhe në Zvicër është privat. Çdo kon ka privat. Çdo kun ka. Pse në Kosovë, çka ka privati? Sot, më fani, që ku i kom qelësët. Bjeri thot qelësët shefi, unë du në mja dozu, dhe ditën e mirë, ku në më janë ku? Samargjijës? Jo, ajo është e vdekun. Këto janë ato gjona që klasën punëtore rinin e largon i venit. Dhe ti kanë shu prej dure. Ka largu. Ti krijojnë në rrethonat asesoje që ti përni me ikë prej vendit tënd. Më falë, qysh funksionon në Gjermani shteti? Qysh funksionon në Zvicër shteti? Privat. Nuk ish dosh me bo dallim prej këta publikut edhe na njerëzim. Qartë, është mëse e vërtet. Tash këtu, kërkoj falje, e zosh një vend punës në po shtet, edhe mës ki galje. Po privat, punë e madhe, shko sot, taj në mërame, tash po thot qeveria, ka 1.000 euro rrogën privati. Po, pa e ka një dit, nesi, shko në shpi. është mëse e vërtet. Qa pe flasë, muni me vërtet tu. Unë të thash, i kom qelësët e punës, shefin nesë më thot, bjemi qelësët, ditër mirë duhet mi dorëzu. Pak një aprish diçka. Ku një mirë drejtu, cilës qeveri, ku ajo qeveri. A dini mu më tërgu mu, cili pi parlamentarëve 25 vjeti boni, luta ka përmen ligjin e klasës punëtore. Jo përja bojmë në klasës punëtore 300 euro. Jo, lindjes përja bojmë 350 euro. qa me bo Këto janë fantazia. Këto janë fantazia të atyne që kanë qef, po bojmë dishka, sanksiyon të bo. Por, më duhet me undalë këtë, deri me tash se kemi pas kur. Kur ktheme njën, dështa është më mirë pak se heq. Jo, vetë, për këto të jep një përgjegjet teme. Njerëzit po luftojnë me shku në honë, në Allah po luftojnë për ekzistencë. A, këto ki drejt. Kërkoj fale. Na luftojnë për ekzistencë, ta marrë me shemull Zvicranë, Amerikanë, edhe mas 20 vite e kanë jetën e sigurt. E unë e valloj se kom për njesër, jo mas 20 vite. Kjo është. Na e, plet. Një dhe unë përgjësi po flasë, unë shme marrë. Kjo është ajo që mendoj unë. Shumë e vend. Banorët këtu, sa janë të punësum, ka punën ma shumë, apo më thanë që ma shumë irën me Banorët, punimin e tokav, edhe qka më thanë që ashtu më ronë vesh, këtu nuk ka familje të varfën. Jo, për fat të mirë, një fjallë popullore, puno sot e ki nesër. Na kemi punu dje për me pas sot. Thash kemi qenë klasë punëtore, jemi klasë punëtore. Hon këtu, hon gyrbet. Se ky fshat, çka i di unë dhe çka i majnë mend unë, edhe kanë qenë perëndim, kanë suksese. Jonë edhe këtu kanë suksese. Aty është. Sa reme ta bo një pyetje, më thanë që i keni 2 gorthys, kështë diçka? Ja, gorthys nuk janë tontë, për fat mirë që më pyete, nuk janë tontë, ata janë pia utit. Gorthys janë pia utit. Për këto duhet me ju drejtu Kuvendin Komunal që është tek. Po, diçka që dini rreth këtyne gorthysve, me na tregu. Ata gorthys janë shkatrus të ambientit, se në anë parë nuk kanë kontrol, nuk jam kundra pse thajnë gur, po jam kundra që nuk shën uj, nuk e ambientin e total e prish. Mirë, po aty çdo thyrje e gurit nxerr të holla. Po nxerr të holla, po ti tash e ki rregulluar. Sa me lëshu uj, sa me ti bona nina
mirë për veti, për Gjeptonin. në gjep tonin, e këne shkatro poplin, kjo është dam. Po më intereson për afërsisht sa punëtor jenë aty, Po se aty po janë- besoj që të këtij fshati jenë të punësum shumica. Jo, ti fshatit janë shumë pak janë, ti fshatit, janë të rrethit se tuk që firmat që i kanë gurthys nuk janë fshatit, edhe për këto, ko vendi komunal asë që e ka pyt fshatin për ato gurthys. Asë që absolut. Aty ndeshe me dit ka qenë zonë banimi. Mës me zonë tokën e Bukës, mi që nalt, po e kundrët e ka ndodhë. I kanë bëhë kërthysat, ka shti dikush në gjep, dhe ditën e mja. Po më intereson pjesa e banorëve si e pritet këto dhe a keni pas ndonjë ankesë kundrejt tyne? Ku një me janë ku? Ja, unë ishë në ku. Gurve. Po, ja, unë ishë në ku, të ishë në konë deputet, isha bo mirë për këtë fshatë, për shamull. Po, unë s'moj më në ku, se s'jom kërkushe. Jom si banori i thjeshtë. Aty është problemi. E ju apo punoni diçka? Po, unë punoj privat banor. Që, Me qelca. jo, po, për qelset e muaj, e Çka po 20 vjetë punoj me një firme private, A ne qelca që 20 vite ai nuk qetë prej punë ty kur. kush ta? Çaj shifi. Po nëse i mushën mene. Ja, gjatë që ti mushet mene veç thërën mu. Veç thërna. Veç thërna neve edhe ati kom ju mshëll krejta jo. Ju përshëndes, faleminderit për vizit. Na ju të shërojmë punë të mbarë, pak bënem hajgore. Faleminderit. Ishte shumë knatësi edhe shumë respekt për banorët Mirë e se keni mrekullueshëm ardhur. që keni në këtë fshat. Mirë se keni ardhur, edhe ju presim gjithmonë. Faleminderit shumë i nderuar. Tash po kalojmë me radhë shkruan një, ç'e ki emrin? Gjevele ZH, a? Shkoj me G. A G i but, i fort, me të fort. I buta kam kru. Grun, shqyrbile grun e pas ke me G të but. Kush mi të ka te? Gruja me sot. Ka te, ka shumë e Po në hajgore. u. E jetol me festu. Nuk shpas gëba. Po, ata shetol me festu Po. që të ka vdej gruja. Shaka të re. Ti, qka ju? Valla ish. Që shpo kalani? Panu, elam dhe elam, mirë. Ju, mirë atë kretë. Mirë shnash rahat, të punu të shto ka pak. Qëfar jeti se po botën këtë Jetesën e fshat? kam une mirë, kam. Qa po punon me qka Une mirë punoj është? në famis, firmën famis. Edhe... Mjella? Ja, Ashtë- me kështu. Jo, po me ne... Bagerist. Ashtë edhe një firmë farë, zi qa është mërë një? Jo, Fellini, ju një dhe një tjetër, Famisa, Farmisa, ka diçka me Milla, po? E di, vre se diçka e desha, mësë më në ma pështjelon dhe me më qitë keq, që, s'ka gazetar pa informacion në cakta. Qysh më e cim punë? Mirë, super. Mirë, po... Apo paguat mundi? Pa e mirë, tash. Jemi marrë vesh për ato, sanët jënë sekrete. Jo, nuk po du me ditë shumën heq, Po, mirë dhe po. ti me qeni knoqëm. Unë jemi knaqen, mirë është, 2 djenë përnën, i vogli përnën në firmë teme, shoqja përnën, është një qike kom shpi. Me rëndësi e gjithë familja në punë, Pa. se cili kuletën e vetë apo të përbashkë. Pa tash. Pak atë, pak te. Me met kesë tani. Se ku kom djali mrena aty mi thonë bejë 2 herë, nashta mi jep. Po, ordna. Ky është i punësun krejt. Ata që janë punësun krejt, në kërkoj falje. Edhe në Gjermani kanë dishka. Po ata në Kosovë kanë dishka. Valaj një me punu. E 10 me hungër s'ka. As Kosovë, as Gjermani. Ja, është sta që ta së rrymin me pagut, tash, po, sot duhet me punu, Rrimën t'ja kanë qu atë fitilin. Unë e kom haqë ato. Haqë e më është. Ty ka panu 40 vjetë në Zvicër. Patën zorë të e shitën. Këtë foli unë ti, është bla më zbonë. Patën zorë të e Edhe shitën. ky ka panu për këtë familje. Kuj mi da në mi da 36 andarë. Anite. Ky ka panu 3 gjallari kom pas në Zvicër, babën ma ka mytë mua në luft. Edhe një vla mu ka mytë. Ta kanë panu shumë, e kemi familjen e mirë, e qënë e mirë. por që tash ka ndryshu kohënat, nuk është një me punu edhe tjerë në shpe. Tash këtë panu, shoshën e kom punë, të dërguti, marketi, s'dia dish më. A kënd këtu në fillim fshatit, 2 markete i posh? Anina, ka A, sënë ja, shumë. ne ju.
Edhe mirë, kemi, armeni kemi, djali vënë një i malli vënë me keramika, i vogli vënë me mund betoner. Sa mirë. Mirë. I kam për të veta. Jetës normal. Po. A të mirë ditë s'ka skej, po? Ja, së më bënë miliona, po, mirë. Muan ku ju Ja, lëmë do i lo, mirë. Që shfillon një ditë në fshatin Samadrejgj edhe si e përfundoni? No, dalim mas pari dalim unë për shamë, Nura? unë në 5:30 dale. 5:30? Po, unë e qona herës shumë. Dhe ta, që ditën, qona sabah pi një kafe, në 6:30 autostrada aty për në punë, se unë e për një në vështri. Vështri? Po. A ndodhë në herë, a thë, o, s'ko këna për punë sot, o, pe lo krejt, bre. Ndodhin ta, ata se në ndodhin. Po, rrallë në herë, rrallë. Sa i përket pjesës tokave me punime, kështë nuk mirë. Yes. Bashe, po. Sa për nevoja Po, familje? në shtëpi teme, po. I mjallë me spesa, qëto domate kaj sanet. Që që keni raportet këtu me zveti? No, që po qojna mirë. I pas ke disa vende ku po mëshit me umbledh krejt bashku ma ashtu dhe po kaleshit momente të mira. Kështë është kajtë qojna mirë. Ja, soper. Keqë s'kena kur gjo. Po i dhe tash. Prap kaloj aty. Tash po du me ta bodhë një pyetje, çka mendon sa jem të irujt traditat shqiptare, për cilët edhe njihemi? Një sampëll Gjaviduka. Sa i kemi statë gjallëve, që është aplisht. Po pe di çka po do me thonë edhe me drejtë e ki. Vazhdo. Sa i kemi që ta, kana mirujt. Se në bashkë sot, imi konë një katonarë, një kujshi ka dek. Goshlime. Imi konë vorrim aty, unë i konë pa të rritë, nuk janë perspektiv. Nuk janë të organizum, për shamë. Rrinë që aty, unë për shamë 50 vjetë i konë bo, qullu bo në për shamë. 50? Po, më duke shumë. Po duke shumë. Sa vjetë më japish? Ju s'po të e pjas njësë tani të bonë shumë. O djallë e kom rana, më së i nëtë njona. Po jo, me ndohan dikon ofër 20, aftë 20. Jo, ma farti. Me maj vetin. Po ndështë e mbon vetin se zgjosh heret, punon, ke ku me pushu. Qyrë. Prej punë edhe kërkosh s'ka dik. Puna të knoq. Unë e kom vëllnet. Unë e qona me vëllnet në sabah. Shumë mirë. E tash po du m'ja bon një pyetje. Nuk është që poshë edhe shumë ka pjesa e gjinisë femrore. A i një gjeloza, qka? A i leni kështu? A i një moderna? A i një demokrata? Stash edhe pak e shosh, ku dalin këtë gratë mecë. Mas pa i gruja me dit. E për shamë me ta që të në grunë ka mirë? Se ki problem? Jo, me gallë. Jo, asmanin, bile. Ani kanë për vetë. Mu po m'pelqen, po në s'po të një, ta shumë s'po ta vej Po pyetje. me më gjofë mua ti. Mu po m'pelqen se nuk e pas këtë atë kamera. Jo, asmanin, bile ishë. Gjelozi s'ka mo. S'ka gjelozia? S'ka gjelozi. A s'pjongojnë grota, qka? Jo, edhe me në ngu. Shumë ka bështi. Kije s'puna nga Po i. në vishë pyetjet përbëj, nuk i Jo, jemi a ki burë? A unë gjeloza? A është gjeloz? Po. Jo, se bëj punën me gjelozu. Motër, edhe më konë gjeloz, kije nuk e nga i. A kupton këtë fjallë? Po, kje tajnë ata si Po që i kanë gjinë kuale kështu, a? Kamioni tash, konkretisht bageri. A, bageri. Bageri nuk e nga i. E kuptova, tash edhe me gjelozu s'ta vetë kush për gjelozin. Asmanin, bile, del, hes me qikën knoqën. Shumë, po bojnë pak hajgore, po ka ende në përfshatra që i rujnë gratë. Se më sinit të vështërisë e njoni. Jo, Për një me? A nena po? e i stogut jam në. Sogit. Sogit pesa? Komponuar atje. Beti pa fjallë. E, komponuar atje. Rëgove në gjithmonë. Ta kemi me shpirit e kemi. Ti si jam të të vetë, onde ja. O, të kjo. Na, me këto kem të besetu, ty e të Ti vazhdo. në pozit. Në pozit. Vetëm, Ka lodh jam ta. vetëm shqipari këtu hisë më marrin më lëmë. Hesh më stanin mëre? Qëj, Aj, e ki zotin. Veçaj, njërë të poshtë. që, Ama Mas shumë Ibrahim, Ibrahim. shumë zotni po duke, zhvalla, shumë zotni. 83. Amo, kjo është ma i vjetrin këtu në këtë fshat? ja kemi, jo, një 2-3 jonë. Një 2-3, të kaj tini ju? Unë jam e i stogut. I stogit? Anë ka ora pjesë.
Apo të pëlqen ajo? Po qërgjeni jonë anë. Ma të mirë se kanoj jonë. Ajo unë anë e di, unë se i kom të shoku unë. Në stog njerëzit janë shumë të mirë, valla. A di që e kanë të mirë? Shka o mirë. Se nuk ju interesojnë punë të kërkuj, smirën me kërkon, ose ju bojnë mirë, keq nuk ju bojnë. Po. Je njerëz të butë. Ju Suarika, janë Suarika, kaloj çdo herë mirë. Po vetëm tha. Jo, unë të thosh. Vetëm tha. Unë që shtëm që ashtu Unë ka tani me dalë. tregova veç për i stog. Jo që mi o qitë juve poshtë. O, këta në këmujtë binë gjotë, gjinë që që gjo une. Aj po mgutë, aj po punoj keni stog. Po, i ma jeri o mëra. Aj e fmi o mëra. Valla, qashtë po duke? Me fmi? Qashtë po duke mi pas 40 vjetë? 40 vjetë? Aj djali, po. Jo mëra. Jo mëra. Gjaviti. Gjaviti. Po, gjaviti, po, gjaviti. Kushi e kom? Apo qojnë pare djemëtit? Po, ju para kom. E pëndzien apo e merë? Të kom. Pëndzien apo e merë? Marë të 120 era për ma e pa. Apo të dalin? Kur, të shfar dole, bra. Shfar dole hapa me marë. Do honin pe pishe? Po. Far të mirë. Do, që, tjeta shë As ku po të pengon diçka që kuj pas. Ku më di ta muj me pi? Sa me ti morrën e që të? Ha? Ha? Sa me ti morrë? Kush? Unë dhe? Po merë gjithë. Sa e vogël po dukna? Merri. Sa po mi jep? Sa po mi jep? Për gjysë dojnë. Për gjysë? Sa i mirë hajgore po bërë. Ajo në anë une. Ajo në anë që të mirë. Ka burra në unë kom laj. Unë me pas ditë që takoj ta kësha bli një pacit. Cukore. Jo ti bëllë që kjarë më në vizetu, ti ma mirë në ka qysh. Po, valla ju më knotë sëtë dhe ja pas ka vlej që ju morë sëtë në këtë fshat. Se shumë njerëzit e mirë, nja sa intervista i bona, nja 6-7 intervista. Me pasit e këta marrë koma 2-3 si peruja ta. Po, a? Peruj për deke. Për kur bëjrun? Pa e këtë djesë. Kur e qatë vynë tani? Atje, ti koka familjes mire mëre. Po, valla. E pse ja ke qitë 2 sheqira? Pse ja ke qitë 2 Këtë sheqira? 3 kom qitë ma omër, kom qef unë me mo. Po, s'bën Po shumë. së mujnë se qetë se kom une. Se ki po aje bohet dikur. Jitë mojë, ja s'ka më mo. Ja, Po thu e ka posa? e ka pos mo. Ja. Ani të bëftë mirë kofja? A pe pinë e ti një mëre. Që ku e kam? Që sa të mirë? Që ku e kam kofen? Fal. Qa me këqyra njëra? A pe pinë. A je ndollë granimja? Shkojti në zohë granimin. Orë po mojnë orë. Orë të edukatës fizike, a? E ti a e kilon grunë tonë në kështë me Ja, tonë? se ku nuk. Se se kilon? Ja. Se Ka këtu me tonë jo. Qysh është? Jo më po holke. Jo Se bre. apo po e hojnë me ta po A honë më po? qështu për para. A i bol keq, valla. E kitë në stakon, po na nuk e kemi bërë ato. Ku në bërë stënonë të se kom që. E tashti... Ta shkara në me nah me pas kënë gjorën jo. Po thu që nuk e ke lënë grunë. Ju keni pas mësafir shumë atëherë, që diune. Edhe që ta mësafir që e nërë, ajo ju ka shërby. Prap ta kanë po grunë. Si me ta po, mrena se jashtë. A i bjen njëjtë. Ata jërë kënë të rrëth e temë kretë. A, nuk kanë hinë qa? Drejt e tira. E ktheva në ku. A pe pini kofe bre. Që ku e kam kofen? Tavolinin anej. Atë përshëndes. Nuk marë kërkyshto. Vetëm mune e baj. Ka të shkoj. Në Zvicër, kër po shkoj në Gjermanie, ka po qërë marë me baj atje. Nuk e ke kur. Shumë mirë, apo mundesh me udhtu edhe në këtë moshë që e ki? Apo e ki problem? A jo bre. Aja aeroplani ka njerë bën kështu? Jo. Tutesha? Ja. Turbulencat? Pa i shpirti ëmel. Vallai shpirti ëmel, jo. Kërkon mos me pas. Ja. Deken se dën kërkosh, valla. Unë kom qef e pa vdekshme me kon. Por e menej që kom e dek, a? Kur mos me dek? Kështu me ne që shishtash. Po, gjithë shtë kësha nejtë si me mojtë më friz. Kështu që... Inshallah ke jetë në gatë. Unë... Po? Se ishen aty stewardeskat. Po. Ja, tash mos e ngot se tash ti ka bodo vjetë. Ja. Unë që të ples po ta marrë dhe po eci.
Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Plisën s'po ta kthej. Jo, për që këthej. Jo. Zoti ta përshëndetin. Kalosh mirë. Faleminderit shumë, Në kalosh ifsha mirë. ju. Amin, edhe unë për juve. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për pritjen e mirë. Miqtë e mi, i erdhi fundi sa i përket ditës se sot me këtu në fshatin Samadreq, komuna e Soarekës. E kalum një ditë super të mirë me njerëz super fantastik. I keni po intervistat, jeni tu e po jeni tu e po dhe këtë pamjen time kaq të bukur, se di se si po më rrenë për shkak se i kam edhe këto shishkat, pa më rëndësi, plisin e kam në kokë. Njerëzit mikprica, muhabet, pa fund, jemi knoq, po shpresoj se kështu kemi me vazhdu edhe në fshatrat e tjera. Ne duhet me përmbyll dhe ju falenderoj për zemërsisht, për kohën që na kushtoni çdo herë. Ky është fshati Samadreq në komunën e Soarekës. Vazhdoni të qëndroni me neve, ne do jemi në një fshat tjetër. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirë mbetëshi!